Të kesh një biznes online të ndërkohë të jesh nën nuk është e aq e lehtë. Kemi folur shpesh herë për këtë temë këtu në kanalin tim në YouTube, por këtë radhë doja të bëj një video në të cilën dua që të shprehim qartësisht cilat duhet jenë pritshmëritë e dikujt që është edhe nën, por do të merret në biznesin online, ose ju tashmë mund të jeni nën, keni një biznes online dhe ndoshta do doni një këshill më shumë për dikujt që është gjithashtu në të njëjtën situatë me ju. Si mund ta menaxhojmë situatën në mënyrë që të jemi më produktive dhe më prezente edhe për familjen tonë. Në fakt, unë do ta ndaja me faza sipas edhe moshës që fëmia është. Normalisht faza 0 deri në 1 vjeç është një periudhë në të cilën fëmia ka nevojë për praninë e nënës së vet full time, për të mos thënë deri në 3 vjeç, sipas edhe studimeve që fëmia ka nevojë vetëm të ketë atë sigurinë, dashurinë dhe lidhjen me familjen e vet, me nënën, me babain, po sidomos me nënën. Por praktikisht do t'jepja disa këshilla duke filluar nga fokusi. Fokusi në disa orë pune, siç mund të jenë 2 orë ose 3 orë, në varësi dhe të kohës që do të keni të lirë, në momente kur fëmia po flen ose kur dikush është për t'ju ndihmuar, bashorti juaj ose dikush tjetër. 1 deri 3 orë në ditë në fakt janë më së të mjaftueshme për të mbajtur biznesin tuaj online, po edhe për ta çuar atë para pse jo. Këto orë që në pamje të parë duket sikur janë pak, në fakt janë të mjaftueshme nëse janë të planifikuara shumë mirë. Pra ju keni bërë një listë, një plan se çfarë do të bëni përgjatë atyre orëve që ju keni në fakt të lira. Mundësisht nëse ju punoni çdo ditë me to-do lista edhe ditore, pra kur e di se çfarë të pret, çfarë detyrash i ke më të rëndësishme për të mbyllur gjatë asaj dite, në momentin e parë që të lirohet një orë ose një gjysmë ore, ti gjithsesi arrin të bësh diçka. Prandaj është e rëndësishme që ju të prioritizoni ato detyra që në fakt ju sjellin progres. Siç mund të jetë për shembull krijimi përmbajtjes së klientëve, krijimi përmbajtjes për faqen tuaj, realizimi telefonatave me klient potencial, krijimi një funneli ose strategji për reklama. Pra në varësi të asaj që është më e rëndësishme për momentin për biznesin tuaj. E dyta, një pikë shumë e rëndësishme në fakt do të thoja fokusoheni te krijimi i një shërbimi që ju sjell të ardhura mujore. Siç kam folur edhe në videon e kaluar, online ka disa mënyra për të gjeneruar të ardhura, siç është shitja e shërbimeve si freelancer, shitja e produkteve digjitale ose puna me YouTube-in, content creation dhe pjesa e bashkëpunimeve. Por mënyra më e mirë, më e shpejtë për të nisur është freelancing dhe jo vetëm kaq, por është mënyra me të ardhurat më konstante dhe më të parashikueshme që ju mund të bëni online. Sepse si freelancer, nëse un kam 2 klient apo 3 klient që më paguajnë për shembull nga 300 euro, 500 euro secili, këto klientë unë e di që i kam çdo muaj për sa kohë që do të zgjas ky bashkëpunim. Nëse un kam 3 klientë nga 500 euro secili, unë e di që 1500 euro në muaj i marr nga këto klientë. Nëse kam më shumë, fitoj më shumë. Dhe gjithashtu nëse un kam hapësirë për të punuar më shumë orë, mund të përpiqem që të gjej të tjerë klientë akoma në mënyrë që të shtoj të ardhurat e mia. Ndërsa kurset online, libra digjitale apo bashkëpunimet me brende janë të ardhura që nuk i parashikon dot fiks se sa do të fitosh, sepse një muaj ndoshta ti mund të bësh shumë shitje për produktin tënd digital, mund të marrësh shumë bashkëpunime si influencer, por muajin tjetër ndoshta do marrësh pak ose as pak. Pra, të ardhurat nuk janë njësoj çdo muaj dhe kur ti nuk ke të ardhura të parashikueshme, të ditura, ti nuk bën dot asnjë lloj plani për shpenzimet e tua mujore. Prandaj, unë do ju sugjeroja që të fokusoheni te krijimi dhe shitja e një shërbimi si fillim, sepse nuk merr shumë kohë as për të nisur dhe nuk vonon shumë as për të gjetur klientin e parë nëse ju ndiqni teknikat e duhura. Mbani mend, shërbimi siguron cash flow të parashikueshëm dhe më vonë mund të përshkallëzohet, mund të shtoni burimet tuaja të ardhurave sipas mënyrave të tjera. E treta, pra për të kaluar tek format e tjera të shtimit të ardhurave, ndërtoni gradualisht një produkt digital. Pra, ndërkohë që ju shisni shërbime si freelancer, punoni për ngritjen e një audience dhe ndërtoni një produkt digital, sepse për të shitur produkte digjitale duhet keni audiencë. Jo domosdoshmë ju duhet audiencë për të shitur shërbime si freelancer, por për të shitur produkte digjitale ju duhet patjetër. Pra, ju mund të doni që të shisni një kurs online, mund të doni të shisni një guid, një PDF të vogël, këtë gjë mund ta bëni dhe ta shisni ekstra, pra përveç të ardhurave që ju merrni si freelancer nga ata klientë që ju paguajnë çdo muaj për shërbimin që ju ofroni, fitoni para edhe nga shitja e produkteve digjitale që keni krijuar. Për shembull, konkretisht, këtë gjë po e bëj dhe unë. Përveç se shes shërbimet e mia si freelancer, pra kam klientët e mi që më paguajnë
paguajnë çdo muaj që unë t'ju menaxhoj faqet e tyre në Instagram, unë kam edhe kurset e mia online, sepse kam krijuar tashmë një eksperiencë prej të cilës edhe të tjerët mund të kenë benefit, por kam ndërtuar dhe audiencë e cila ka besim tek unë. Pra kam edhe se kujt ja shes, kam njerëz të cilët besojnë tek unë dhe e blejnë produktet e mia. Po kjo është diçka që ka marrë kohë, e kam ndërtuar me kalimin e kohës, sepse të parën gjë kam bërë shitjen e shërbimeve, sepse ju thash është diçka që nuk merr kohë për të vënë në zbatim me rrugën e duhur. Madje tani un kam shtuar të ardhurat e mia edhe përmes bashkëpunimeve. Pra tek audienca ime kundrejt pagesës un mund të promovoj produkte të cilat më pëlqejnë dhe t'ua sugjeroj edhe ndjekësve të mia në mënyrë për të ndihmuar dhe biznesin e dikujt tjetër që të rritet. Pra në këtë mënyrë shtohen të ardhurat me kalimin e kohës. Së katërti, automatizoni disa procese, sidomos nëse ju keni produkte digjitale, por gjithashtu ju vlen edhe për shitjen e shërbimit. Duke filluar nga krijimi i një sales funnel. Një sales funnel që edukon edhe shet. Çuditërisht një pjesë e mirë akoma nuk janë mësuar me këtë konceptin e sales funnel, por nuk është asgjë tjetër vetëm se krijimi i një sistemi që e përcjell klientin nga faza e parë deri në fazën kur ata blejnë diçka. Pra një proces i cili e përcjell klientin nga audiencë e ftohtë deri në audiencë e ngrohtë, dikush që juve ju pëlqen. Për shembull, nëse unë me faqen time dua që të arrijë njerëz të rinj, dua që sa më shumë njerëz ta marrin shërbimin tim, ta marrin produktin tim. Dikush që më shikon për herë të parë mua quhet audiencë e ftohtë, është dikush që është hera parë që më shikon, nuk ka besim tek unë akoma për të blerë produkte nga unë apo shërbime. Në mënyrë që unë prej këtyre njerëzve të fitoj besimin e tyre, të më ndjekin më shumë akoma, unë ju afroj atyre diçka falas. Mund të jetë një PDF falas, që në rastin konkret unë kam një të tillë. Në këtë mënyrë unë marr edhe kontaktin e tyre, emailin e tyre dhe kam mundësi që t'ju çoj atyre akoma më shumë përmbajtje falas. E gjithë kjo vetëm që të fitoj besimin e tyre, që gjithashtu të filtroj pikërisht ata njerëz që në fakt kanë nevojë për atë që unë ofroj, ata njerëz që në fakt i ndihmoj me këtë që unë ofroj, dhe mbi të gjitha për të fituar besimin e tyre që në të ardhmen të jenë klientët e mi. Pjesa e funnels është një temë gjatë dhe teknike, por nëse ju keni interes, komentoni dhe unë do t'ju bëj një mini trajnim të vogël ose një video të veçantë këtu në YouTube që t'ua sqaroj më në detaje në videot e ardhshme, por është një pikë shumë e rëndësishme. Prandaj dua feedbackun tuaj nëse ju të doni që unë të bëj një video dedikuar vetëm kësaj teme. Për të kaluar tek pika tjetër, nëse ju keni mundësi, mund të delegoni disa procese pune. Për shembull, unë si një nën e zën, disa procese në fakt i kam deleguar, në mënyrë që të mos më marrë aq shumë kohë nga dita ime puna dhe të jem gjithashtu prezente edhe për familjen. Kam deleguar pjesën e video editing. Pra kam marrë dikë tjetër që të bëj editimin e videove të klientëve dhe ndërkohë merrem me anën strategjike, shkoj tek biznesi i tyre kur ata kanë nevojë për filmime. Gjithashtu kam deleguar për disa klientë edhe pjesën e content writing. Dhe e kam bërë këtë gjë në mënyrë pra që të kem më shumë kohë për të përqendruar tek ato gjëra që unë di të bëj më mirë. Pra nëse unë kam deleguar pjesën e video editing, patjetër kam marrë dikë që di të bëj editim edhe më mirë se unë. Dhe unë ndërkohë përqendrohem dhe bëj ato punë që di të bëj më mirë, marrjen e klientëve të rinj, negocimet, marketingun, krijimin e strategjive. Dhe së fundmi, të kuptojeni shumë mirë, nuk jeni të detyruar të punoni 8 orë në ditë. Dhe realisht nuk është problemi tek koha, problemi është tek sistemi dhe tek mënyra se si e planifikon punën, se si prioritizon gjërat. Nëse ju gjithsesi jeni në ajër dhe nuk dini as nga çfarë filloni, kërkoni ndihmë. Të paktën merrni një konsulencë, merrni një trajnim. Sepse një sistem i mirë funksionon edhe kur ju nuk jeni duke punuar, sjell shitje edhe kur ju nuk jeni duke punuar. Ama un jam 100% pro punës online, sidomos për nënat. Ato rrogë që ju do të merrni në një punë 8 orashe, ju mund ta merrni lehtësisht me vetëm një klient. Është vetëm çështje kohe, vetëm çështje vullneti, por më besoni nuk keni asgjë për të humbur, sidomos nëse ju jeni gjithsesi në shtëpi, jeni me leje lindje, jeni me raport lindje, ose thjesht nuk jeni kthyer në punën që keni patur më përpara. Patjetër duhet keni shumë disiplinë, sepse në momentin që dikush të ndihmon me fëmijën ose ti zgjohesh herët kur fëmia po flen ose bie vonë kur fëmia po flen, duhet që të bësh punën që ke për të bërë. Pra duhet ta shtysh veten. Dhe në fakt për këtë temë nuk kam se flas shumë sepse e di që mamat janë shumë të disiplinuara, janë shumë jo tolerante ndaj humbjes së kohës, sepse kemi gjithsesi presion të përditshëm për të bërë sa më shumë gjëra kur fëmijët janë në gjumë ose dikush tjetër po kujdeset për ta. Prandaj, nëse me të vërtetë po kërkon që të shtosh të ardhurat e tua ndërkohë që je pranë fëmijëve të tu, mos humb më shumë kohë, fillo sa më shpejt. Nëse të pëlqeu kjo video, ndaj edhe me një nën tjetër.